Përshëndetje, ju flas nga zyra e shtypit e partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Fuqizimi i kombit shqiptar, pika e 6 e platformës politike, është bërë pjesë e deklaratave të shtypit prej 2 ditësh më parë. Sot do të vijoj me propozime të tjera, të cilat konsistojnë në nxitja e martesave dhe kushqive ndër shqiptar, motivimi i këtyre martesave si një domosdoshmëri e bashkimit ton kombëtar. Për këtë qëllim, mund të dërgohen me studime në Kosovë rreth 5.000 të rinj çdo vit nga Shqipëria, si dhe të sillen në Shqipëri me studime rreth 5.000 të rinj në vit nga Kosova. Po ashtu, edhe nga trevat e tjera shqiptare, si dhe nga diaspora shqiptare. Ndalimi me ligj i martesave të shqiptarëve me shtetas të kombeve të tjera përveç se mes shqiptarëve. Shndërrimi i akseve kombëtare si rruga e Kombit, rruga e Arbrit, rruga Shkodër-Hani Hotit, rruga Korç-Kapshtic, rruga Gjirokastër-Kakavi si zona të lira ekonomike. Faleminderit.